ki gjithë shka që ka me thonë, po ti nuk guxon se s'takon ty me thonë. Se buri jot kur shkoj shpita më najme, normal qa fole, anë i gnej bëmë fëmija masnina, nuk bilizohen burat, po në është far buri fort, po nëse një gruj më shanë që të tavelinas, me njerë nga më një thonë e trend. Para menotit të shijen, e asaj që ka përdo me vesh, e ka mbu liri. Unë po do me qenë një temë tjetër, po do me shalu të që kjo pjesa e feminizmit, se po më do këtë ja ka njësë më botë tabu në rrjetet sociale dhe në vërstërit televizive, qa shumë po diskutohet, e asë një prej neve nuk jena të e di qka i bën termi feminizm, qka është mas pare. U bo trend, edhe nuk është punë se feminizmi ka dalë pi nevoje, sa bëden se në gratë mas pari prej vitit 1944 deri në 44 të në Itali nuk kanë votu. Shteti parë që kanë gratë kanë pas drejt vote që mu krahasu me burrin një dikun është më duket Finlanda, është e Suedia, shtetet skandinave. Edhe ato, une nuk jam pro matriarkatit, se pësha matriarkati e ka një stil njëjtë, sikur se patriarkati vish gratë e kanë sundimin mbi burrat. Kështu që feminizmi është barazi, e cila e ka një temë shumë të logjikshëm. Edhe mbrana feminizmit hinë edhe kapitalizmi, që na ka damtu tepër shumë, edhe na ka deformu edhe mendimin, edhe jetën, edhe gjithë shkafin. Hinë do normat shoqnore të cilat janë caktu për qefet privilegjume, disa njerëzve që janë të privilegjume, për shembull e ka ai babën e babës diçka, edhe ti për vështirë e ki me depërtu në qatë sistem që është bo për ta. E sa do i menqëm e konti, aje ka babgjyshi veti cili i ka një 5-6 firma dhe e thirë është në kudana, e pagun për me. Për shembull është mirë te që kjo e feminizmit është edhe kjo cekët, për shembull që me mujt me pas një barazit mendje, sa din mu mat njerëzit me ato që ka po foljen, qëfar meritokracia me egzistua, nuk jam për shembull thashti me shti gjithë kam punë edhe nëse nuk dim veç pëse është femën, nuk është kjo qaja që ka unë po thamë. Por nëse ti jep kot grus në parlament, ti e ke bo tani me pas luftla me zvete, se ti e ki një vend vogël caktum për to, edhe ato normal që i kanë mu përla, se s'ka vend për to, edhe ti ke shti mu përla dhe mi thona, qërët jenë të përla gratë me zvete, jo, ti ke lënë 4 vene për gra, 200 për bura, e tani që ato 4 gra, jenë edhe një 40 veta tira mrapa që po tentojnë me hinë qëto 4 vene. Kështu që a përshet qush është me të shti mu përla gratë me gra, A menon që parazi gjinore, disa dit jena të e menu veç pëse mujna me punum, mujna me dalë kur dojna, mujna me vesh ka dojna, se nëse nalim edhe këqyrëm, shof një debat, shof një muhabet mes shikave, ka mu kun që kjo, po one i kam të drejta, pëse one veshë që du, pëse one dalë që shdu, ljuna që shdu, muj me dalë 11 natës, që se farsen. Ajo është, për paramenotit të shijen, e asaj që ka përdo me vesh, e ka mbu lirit. Nuk ka, liri është me mujtë me folë që ka po dënë ti, që për shembull nëse nalemi, na jemi në një emision edhe në bas të syve vrenë që ajo nuk po do me folë për një tim. Te ki shet që të njerëzit, ka pas rasti, kun pas në podcast, kun pas shaf me folë, lajsan që e di që qaj njëre e ka dhe ka qatë fuqi, pa e nuk zën me bo publikisht, që kjo është më ushtyp. Se ti ki mendime, ki gjithë shka që ka me thonë, po ti nuk guxon se s'takon ty me thonë. E që kjo është me ta në lirin. Se ty s'takon me thonë se buri jot kur shkoj shpita më najme, normal qa fole, anë i gnej bëmë fëmija masnina, nëse je pak me e vjetër, fëmija në shkollë bulizohen për fjallëve tua. E kështë që nuk bulizohen burat, nëse del një burat dhe thetë, edhe për shembull diçka, thonë është far buri fort, por nëse një gruj më shanë që të tavelinas, me njerë nga më një thonë e trend. Kështu që kjo është qaja që është e dome, e dallushme, shumë letë për me pa qka është liria. Liria është me folë prej mendimit që të ardhë. Sa do, ka njerë, na menojna mos është i dëmshëm. Për shumë një profesor jam i thike, fol një bukur shqip. Edhe thike, no është gaba, në fillim gaba, kishin shëqnë jam i ty, dykur mësohën. Edhe janë isti, e formon gjuhën e pastër shqipe dhe din çka po fol. Dhe ki gaba dhe këtu, nëse i lojna na mendimet tona me rrjedhë dhe me lexue, me pa çka kena lexue, me këshyra po të lidhet diçka me veten, e tani mas nimi ja dhoni dhurat mendimit dikujt tjetër për me ndihmu, atëherë është okay. Edhe nëse gabon përpse gabon, mas nena e shet që i ka gabu, se nuk po tham 100.000 raste tjetër, se në pri gabime ka mësu mas shumë të njetë.